Kujdes, ky është një lajm shumë serioz. Keni një vetur BMW, pro patjetër duhet ta ndëgjoni këtë video me vëmendje dhe ta shpërndoni pasi që BMW bën thirrje të kthehen dikon rreth 136.500 vetura mrapa vetëm në shtetin e Gjermanisë. Gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 196.000 vetura të kthehen mrapa pasi që kanë problem me starterin dhe thotë që mund të vijë deri te djegja e veturës, pro gjatë ngasjes, gjatë vozitjes të tu hes në rrugë, mund të të kollë vetura, pro edhe me u rreziku edhe jeta juaj edhe familjes. Dhe për këtë arsye thonë që të verifikoni sa më shpejt që të jetë e mundur pro veturat se me këshir a jeni të përfshirë edhe ju edhe a ju. Si ta verifikoni? Jeni në Gjermani, duhet të hini në faqen e internetit, pro dhe të kërkoni pro KBA, Kraftfahrt Bundesamt, ose direkt në faqen e BMW-s, pro Rückruf prüfen me shkru, ose recall check, që do të thot edhe ja jep një numrin e shasijës që i thym na shqip apo VIN number, edhe verifikoni sa jeni të përfshirë edhe ju në këtë pro lajm të keq, pro që është me të vërtetë rrezikshëm. Për SBA, duhet të hini të faqja zyrtare pro në internet NHTSA, recall check, edhe aty ta jepni pro numrin VIN, pro numrin e shasijës edhe ta verifikoni. Për këtë arsye ju lutem ta shpërndoni këtë video që ta shohin sa më shumë njerëz, edhe pro që ta verifikojnë, edhe mos harroni në fund edhe të bëni metin follow. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Mohamed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.